Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shqipëria dhe Mali Zi ka arritur përparim të mirë drejt Bashkimit Evropian, deklaroi presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa. Sipas tij, viti i ardhshëm do të jetë momenti i së vërtetës për përshpejtimin e reformave. Costa tha se vetëm duke e kapërcyer të kaluarën Ballkanit Perëndimor mund të marrë plotësisht rolin e tij si antar i ardhshëm i Bashkimit Evropian dhe të kontribuojë në një Europë të qëndrueshme, të begatë dhe të bashkuar. Bashkimi Evropian është dhe do të mbetet partneri ynë më i besueshëm i Ballkanit Perëndimor. Ata janë pjesë e familjes europiane dhe Bashkimi Evropian është vendi i tyre, nënvizoi presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa paralajmëroi se zgjedhjet e ardhshme parlamentare të Kosovës mund të jenë një moment kyç për konsolidimin e reformave. Këto komente Costa i bëri pas përfundimit të samitit BE Ballkani Perëndimor në Bruksel. Sa i përket Kosovës, ne përshëndesim hapat e ndërmarrë për ndërtimin e besimit ndërmjet komuniteteve. Zgjedhjet e ardhshme parlamentare mund të jenë një moment kyç për konsolidimin e reformave dhe për një angazhim konstruktiv në rrugën drejt antarësimit evropian, u shpreh Costa. Ai tha se ky takim paraqet rastin më të mirë të vitit për të rikonfirmuar forcën e marrëdhënieve BE Ballkani Perëndimor. Bashkimi Evropian vlerëson se mungesa e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë vazhdon të pengojë të dyja palët në rrugën e tyre europiane. Reagimi vjen në deklaratën e Brukselit të miratuar në samitin BE Ballkani Perëndimor. Në të thuhet se të gjitha marrëveshjet e arritura në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian duhet të zbatohen, ku në veçantë është marrëveshja për rrugën drejt normalizimit dhe aneksi i saj. Në samitin e Bashkimit Evropian, këtë herë Serbia refuzoi të marrë pjesë. Kosovës do të hiqen të gjitha sanksionet e vendosura nga Bashkimi Evropian duke nisur nga muaji janar. Lajmi është bërë i ditur nga presidenti Vjosa Osmani, i cili mori pjesë në samitin BE Ballkani Perëndimor në Bruksel. Kemi lajme të shkëlqyeshme për Kosovën. Në fund të samitit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor dhe pas diskutimeve intensive me partnerët tanë, u mor vendimi që të gjitha masat të hiqen Kosovës, ku një pjesë e madhe hiqet sot. Komentet e presidentes Kosovës gjetën mbështetje dhe nga kryeministri Edi Rama. Shefi i qeverisë shqiptare përgëzoi punën e bërë nga numri 1 i shtetit në Kosovë. Kjo grup ka qenë jashtëzakonshme sot. I ka zhbloku të gjitha fondet e bllokuara për kaq kohë. Dhe lese që a thot kemi lajme, se s'kemi lajme, ka kjo lajme dhe është merita kësaj 100% bravo të qoftë. Ti e di që unë s'të du, por realitetin do të pranë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, duke publikuar një fotografi me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, konfirmoi se Bashkimi Evropian do të lëvizë me heqjen e masave ndaj Kosovës fal transferimit paqësor të qeverisjes lokale në veri të vendit pas zgjedhjeve të fundit. Fal kësaj, më vjen mirë të njoftoj se ne do të lëvizim përpara për heqjen e masave ndaj Kosovës. Ne do të programojmë 216 milionë euro asistencë financiare dhe synojmë që të lëshojmë 205 milionë euro në fillim të vitit të ardhshëm, deklaroi zyrtare e lartë europiane në rrjetet sociale. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.